Në Shqipëri të sëmurët me kancer të gjirit po përballen me një betejë të dyfisht, jo vetëm me sëmundjen, por edhe me shtetin e tyre. Një investigim i sotëm i Balkan Insight ka tronditur opinionin publik ndërkombëtar, duke ekspozuar një realitet të hidhur, mungesat kronike të barnave onkologjike, vonesat në trajtim dhe detyrimin e pacientëve për të drejtuar tek spitalet private, shpesh duke marrë borxhe për të mbijetuar, në një vend që prej vitesh propagandon reforma në drejtësi dhe sistemin digjital të kujdesit shëndetësor. Tabloja që del nga raporti është një dështim i plot institucional. Farmacitë spitalore janë bosh, tenderët publik zvarriten me muaj, furnitorët ndalojnë dërgesat për shkak të borxheve të papaguara dhe pacientët mbeten viktima të një zinxhiri korrupsioni, pa aftësi dhe indiferencë burokratike. Shumë gra të diagnostikuara me kancer në fazë të avancuar detyrohen të lënë trajtimin në mes ose të shesin pronat për të blerë ilaçet jashtë vendit, një tablo tragjike në një shtet që deklaron se askush nuk mbetet pas. Ky është një dështim moral dhe politik i qeverisë shqiptare, që prej vitesh përdor fjalën reform si mbulesë për degradimin e institucioneve. Ministria e Shëndetësisë, që duhet ishte hallka më humane e shtetit, është kthyer në një aparat tenderësh, kontratash dhe propagande, ndërsa spitalet publike janë lënë në mjerim. Nuk është më thjesht mungesë fondesh, është mungesë vullneti, transparencë dhe përgjegjshmërie, e mbi të gjitha, mungesë ndjeshmërie njerëzore. Fakti që një media serioze si Balkan Insight e ka nxjerrë këtë krizë në dritë, tregon se problemi nuk është i brendshëm, është bërë tashmë çështje imazhi ndërkombëtar. Shqipëria që synon Bashkimin Evropian nuk mund të lejojë që pacientët e saj të trajtohen si statistika, ndërsa qeveritarët shfaqen në konferenca për shërbim cilësor dhe digitalizim. Kjo është hipokrizi e pastër e një sistemi që i trajton qytetarët si pengje të politikës dhe tenderve.